Momenti mes Limit dhe Albas merr një kthes të papritur. Pas shumë ditësh nervash, lotësh dhe fjalësh të rënda, atmosfera mes tyre duket se ndryshon gradualisht. Tensioni që kishte mbushur shtëpinë fillon të zbehet, ndërsa dyshja gjendet përballë njëri tjetrit në një moment më të qetë. Limi i afrohet Albës me një qëndrim ndryshe nga më parë. Zëri i tij nuk është më i ashpër, por më i butë dhe i ulët. Ai e shikon drejt në sy, sikur po përpiqet t'i tregojë se diçka ka ndryshuar brenda tij. Alba, edhe pse e lodhur emocionalisht nga gjithçka që ka ndodhur, qëndron aty dhe e dëgjon me një përzierje emocionesh mes dyshimit dhe shpresës. Në atë moment, Limi i afrohet edhe më shumë dhe e puth Albën. Ky veprim i papritur i hapi të dy, por sidomos Albën, e cila nuk e priste një afrim të tillë pas gjithë asaj që kishin kaluar. Puthja krijon një heshtje të shkurtër përreth tyre, sikur gjithçka ndalet për disa sekonda. Menjëherë pas kësaj, Limi i flet Albës me fjalë që duken si një përpjekje për pajtim. Ai i thot asaj se duhet të pajtohen, se tani e kupton se mes tyre ka ende diçka dhe se sipas tij ata duhen dhe do të duhen. Fjalët e tij janë të drejtë për drejta, të mbushura me emocion dhe një lloj sigurie që nuk e kishte treguar më parë. Alba mbetet e hutuar. Nga njëra anë, ajo ndjen ende dhimbjen e fjalëve dhe situatave të mëparshme, por nga ana tjetër, ky afrim dhe këto fjalë e bëjnë të lëkundet emocionalisht. Ajo përpiqet të kuptojë nëse kjo është sinqeritet apo thjesht një moment i dobët emocional nga ana e Limit. Limi vazhdon të qëndrojë pranë saj, duke i përsëritur se duhet ta lënë pas të kaluarën dhe të shikojnë përpara. Ai i thotë se ndjen se mes tyre ka ende lidhje dhe se nuk do që kjo histori të mbyllet me armiqësi dhe urrëtie. Alba e dëgjon në heshtje, ndërsa mendimet i vërtiten pa pushim. Banorët e tjerë e vërejnë këtë afrim nga larg. Disa habiten, disa dyshojnë, ndërsa disa të tjerë e shohin si një tjetër kthes të papritur në marrëdhënien e tyre të ndërlikuar. Atmosfera në shtëpi bëhet e çuditshme, sepse askush nuk e di nëse ky pajtim është i vërtet apo thjesht i përkohshëm. Momenti mes Limit dhe Albas zgjat për disa minuta, mes heshtjeve, shikimeve dhe fjalëve të pakta. Emocionet janë të përziera dhe të forta, duke e bërë këtë skenë një nga më të diskutuarat brenda shtëpisë. Alba duket e pavendosur, ndërsa Limi përpiqet të tregojë se dëshiron të rregullojë gjërat. Ky afrim shënon një kapitull tjetër në historinë e tyre, një moment që sjell konfuzion, shpresë dhe shumë pikë pyetje për atë që do të ndodhë më pas. Pavarësisht gjithçkaje, ky episod mbetet i ngarkuar emocionalisht dhe mban vëmendjen e shikuesve për më shumë se 5 minuta, duke treguar sa e ndërlikuar dhe e paqëndrueshme është marrëdhënia mes Limit dhe Albas brenda shtëpisë së Big Brother.